A keni më dyshime se Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë? Kanë dalë sot në një konferencë paralele shtypi, ku secili prej tyre mbronte shkatrimin e natyrës dhe vjedhjen e pronës në Zvërnet. Po jo vetëm kaq. Kanë lëshuar mercenarët e tyre nëpër televizione, ku ndërkohë që media ndërkombëtare po i jep jehon pozitive protestave popullore në Tiranë, ata po thurin teori komploti dhe po përgojojnë e shpifin për çdo protestues që është mbledhur në protestë. Arsyeja pse po e bëjnë këtë gjë është sepse kanë marrë vesh që koha e tyre ka mbaruar. Populli shqiptar po ngrihet në këmbë, po vedisohet dhe po kërkon një zëri, edhe dorëheqjen e Edi Ramës, edhe po i bën thirrje spaku dhe gjithë kohës që Edi Ramën dhe Sali Berishën ta çojnë aty ku e meritojnë, në burg. Sot unë besoj që do të jetë një ditë edhe më e bukur, edhe më historike. Pres që shumë qytetar, mira qytetar, të rinj e pensionistë, prindër me fëmijë, gjithkush të mblidhet dhe të thras një zëri për transformimin e madh për cilin kemi të gjithë nevojë dhe cilit vërtet i ka ardhur koha.